Sot ne jemi para triumfit të madh. Shumë kujt, triumfi mund t'i duket ende larg, kur shef udhkryqin në të cilin ndodhet Shqipëria. Por miqtë e mi, opozita që kemi bërë së bashku vitet e fundit ka qenë padyshim maraton jo e lehtë. Thuaj një kalvar maraton e mbushur me dhunën e narkoshtetit, presione dhe izolime orwelliane ndaj nesh, por dhe një qëndres stoike, sakrifica të dhimbshme nga ne. Ishin vitet një përballje tegër me regjimin e narkodiktatorit Maduro, biri një xhelati që firmoste varjen e kundërshtarëve politik dhe që përdori të gjitha mënyrat për realizimin e projektit të tij, Shqipëria me kallp opozit apo Shqipëria pa opozit. Ai bëri gjithçka, përdori burgjet, përdori trillimet, përdori manipulimet, lobimet e korruptuara, por ja ku jemi sot në të fortë se kurrë.